Mirëmëngjes, të dashur do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje dhe mesazhi i juaj është Lamed, që do të thotë të dashur një drejtim i duhur që është për ju. Tani, një drejtim, si çfarë po mendoj me këtë? Jeni duke lejuar ndoshta të tërhiqesh sa në këtë anë, sa në atë anë, po anoni për dikë, për situata, për diçka. Është ardhë, mos e lërë që forca juaj të tërheq në drejtim të gabuar. Merr frenat në dorë dhe udhëheq ashtu siç di vet apo siç mendon që është më e mira. Kjo letër të fton në faktet të mos humbasësh drejtimin në mes të energjive të forta që po të rrethojnë, çfarëdo lloj apo detyrimeve të dashur deshër. Është koha të vendosësh një qëllim të qartë, absolutisht, dhe të kanalizosh fuqinë tënde me urtësi, me disiplinë. Drejtimin të dashur deshër që do ta zgjidhni sot do të formoj rrugën tënde për të nesërmen. Do thotë, merrni frenat në dorë, timonin dhe udhëhiqni vet aty ku dëshironi apo në çfarë mënyre dëshironi.